Mirë se vini, edhe pse ju jeni shumë të fortë, ju e dini se si ndjeni kur jeni të sëmurë, kur keni ethe ose kollitje të keqe. Trupi juaj vazhdimisht sulmohet nga viruse dhe baktere të ndryshme, të cilat mund t'ju shkaktojnë sëmundje. Le të shohim se si infektohet trupi, çka mund të bëjmë për të mbrojtur veten nga sëmundja dhe si mund të luftojmë sëmundjet ngjitëse. Sëmundjet ngjitëse shkaktohen nga viruset dhe bakteriet të cilat hyjnë në trupin tuaj në mënyra të ndryshme. Disa hyjnë përmes kontaktit fizik, ushqimit të kontaminuar ose përmes ndonjë plagë të hapur, derisa të tjerët përmes ajrit. Imagjinoni që jeni në Akademinë e Trajnimit të Patrullës për imunizim. Ju uleni pranë njëri tjetrit prej rekrutëve të tjerë në dhomën e informimit. Ju vëreni se ai duket pak i zbehur dhe është duke u kollitur. Edhe pse ai ka filluar të ndihet pak sa i sëmur, shoku juaj nuk e di se ai e ka fruthin dhe se ka disa ditë që është infektues për të tjerët. Problemi me fruthin dhe sëmundjet tjera ngjitëse është se ju mund të infektuani dhe të infektoni të tjerët edhe para se të shfaqni ndonjë simptom të sëmundjes. Virusi i fruthit përhapet përmes spërklave të vogla të cilat kolegu juaj i hedh në ajër kur ai merr frym, flet, teshtin ose kollitet. Mund të përhapen deri në 20 metra dhe të qëndrojnë në ajër për orë të tëra. Nëse askush në dhomë nuk është i imunizuar, të gjithë do të infektuani duke përfshirë edhe juve. Brenda 1 ose 2 javë do të filloni të vëreni simptomat e para të fruthit, siç i ndodhi shokut tuaj, dhe ju do të sëmureni aq shumë sa që duhet të qëndroni në shtrat. Kur fruthi apo ndonjë tjetër sëmundje ngjitëse, si poliomieliti, COVID-19 ose difteria, vazhdon të përhapet nga personi në person. Kjo quhet epidemi. Epidemia është e rrezikshme sepse sa më shumë njerëz të infektohen, aq më shumë viruse ose baktere kanë mundësi për të përhapur dhe të infektojnë persona të cilët nuk mund të luftojnë atë dhe të përfundojnë në spital. Disa madje edhe mund të vdesin. Epidemitë e mëdha me mira të sëmurë mund të mbingarkojnë spitalet nëse nuk kanë mjaftueshëm mjek ose infermier për të kujdesur për të gjithë pacientët. Mund të afektojë shkollat nëse shumë nxënës ose mosimdhënës janë të sëmurë. Madje mund të bëjë që të mbyllen dyqanet nëse personat të cilët punojnë aty nuk mund të shkojnë në punë. Kemi nevojë për ndihmën tuaj për të parandaluar epideminë dhe për të shpëtuar jetë. Por së pari do t'ju duhet të mësoni më shumë rreth sëmundjeve ngjitëse, si funksionon sistemi imunitar dhe se si vaksinimi mund t'ju mbrojë juve dhe të tjerët nga sëmundja. Tani është koha për ushtrimin tuaj të parë. Të fillojmë.